Duhet shtoj të kjo pikë që për gjithë ata që nuk e kapën apo që nuk duan ta konsiderojnë, duan s'duan, Shqipëria është e para në rajon me diferencë nga e dyta dhe nga të tjerët në prokurimet publike. Natyrisht që Shqipëria, ashtu si kundër siç e pat dhe nga pasqyra e vendit Bashkimit Evropian, nuk është një vend ku prokurimet publike zhvillohen në përsosmëri. Natyrisht që ne kemi ende një sër problemesh për të adresuar, por çfarë tregojnë këto rezultate dhe çfarë tregon ajo pasqyrë që e vendos jo nga ne, po nga institucionet që merren me këtë punë për llogarit të Bashkimit Evropian, Shqipërinë në vendin e parë në rajon dhe në mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian, është se lufta kundër korrupsionit në Shqipëri nuk është një luftë e cila zhvillohet vetëm në frontin e ri të krijuar me vullnetin e kësaj shumice që është fronti i drejtësisë, por është një luftë që zhvillohet me reformat modernizuese në bazë të asaj filozofie që unë e kam bërë qartë qysh përpara sa të vija në të detyrë, nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemet, janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Dhe sistemi i prokurimit publik që ne kemi ngritur vit pas viti në një proces transformues rrënjësor është gjithmonë e më pak i korruptueshëm. Ky është thelbi i asaj pasqyre. Termat e referencës natyrisht që janë pjesë e sfidës dhe për këtë arsye ne kemi vendosur prej disa vitesh një proces të brendshëm krejt të ri. Pra nuk ka më terma reference që shpallen arbitrarisht, po ka terma reference që shpallen pasi janë marrë në konsiderat të gjitha ankesat e operatorëve. Dhe ankesat e operatorëve nuk i merr në konsiderat autoriteti që shpall tenderin. Por ankesat e operatorëve trajtohen pikërisht nga Agjencia e Prokurimit Publik, që është autoriteti i epërm dhe nga Komisioni i Prokurimit Publik. Janë dy autoritete dhe duke ardhur dhe komisioni, më lejoni të sjell në vëmendje faktin se njeriu që transformoi Komisionin e Prokurimit Publik u bë fatkeqësisht target i baltës për një periudhë kohe, pasi për arsye siç ndodh normalisht në një shtet me një drejtësi të pavarur u mor nën hetim si rezultat i një denoncimi, po si rezultat i hetimit rezultoi tërësisht pa lidhje me asnjë lloj faj apo me asnjë lloj problemi. Por balta që ju hodh dhe gjithçka që u bë për ta shkatruar personalisht dhe familjarisht, siç ndodh në këto raste, e bërit vetën dhe unë nuk më ka rënë në sy asnjë lloj reflektimi apo kërkese ndjese nga askush, dhe kjo nuk është diçka që ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh kudo, lidhur me ato që i bën atij njeriu. Gjithsesi, e solla këtu se nuk është i vetmi si shembull për faktin që në këtë proces ne kemi bërë transformim epokal. Duan apo s'duan ata që s'duan. Pyetje tjetër. Rama, prokurimet janë një nga kapitujt dhe siç e shpjegoi drejtoresha nuk janë pjesë e piketave të ndërmjetme. Duke qenë se nesër në Bruksel, grupi ambasadorëve do shqyrtojë raportin i parë, ju e keni shpjeguar, Ministri i Jashtëm po ashtu e ka shpjeguar që në ato tryez Shqipëria nuk përfaqësohet, është Komisioni Evropian që përfaqëson Shqipërinë, por nga informacionet që mund keni dhe pritshmëritë tuaja, a mendoni që nesër do të kemi një miratim pozitiv të këtij raporti dhe një datë për konferencën ndërqeveritare që do të shënonte dhe
nisjen e mbylljes së kapitujve të parë. Faleminderit. Është e vërtet ajo që juve e nënvizua dhe faleminderit për nënvizimin që e kapët nga fjalët e drejtoreshës, që Shqipëria nuk është pjesë, domethënë që prokurimit publike nuk janë pjesë e piketave të ndërmjetme. E dini çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne në prokurimin publike jemi tani më një vend antar i Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që tendrat në Shqipëri, ndryshe nga se si përfliten pafundësisht duke u bërë target në bazë gjysmë të vërtetash që janë dhe gënjeshtrat më të mëdha, pra merret një fakt që nuk është gënjeshtër dhe pastaj ngrihet një lukuni e tërë për të kthyer përmbys gjithë punën e jashtëzakonshme që është bërë në këtë fushë dhe e them me plot gojën, është një punë e jashtëzakonshme e bërë nga këta njerëz që janë këtu. Natyrisht që këta njerëz të bënin punën e tyre të jashtëzakonshme është dashur vullneti absolut për t'i bërë prokurimet publike të pavarura, transparente, eficiente e kështu me radhë. Pra, Shqipëria në këtë fushë nuk ka piket të ndërmjetme. Piketat e ndërmjetme janë piketa për çështje dhe tema që shkojnë përtej procesit normal të antarësimit. Dhe i kemi shpjeguar që lidhen me pikërisht faktin që shtetet negociojnë, që Shqipëria negocion. Ndryshe nga çfarë thuhet pa pushim dhe pa pikë përgjegjësie që negociata s'ka, se Shqipëria bën vetëm ç'a i thon, ndërkohë që kjo nuk është e vërtetë. Ne nuk bëjmë çfarë na thon vetëm, ne bëjmë çfarë duhet, se na thon atë që duhet për të qenë në një linjë me Bashkimin Evropian, se ne po shkojmë atje, nuk po vinë ata te ne. Po ndërkohë ne negociojmë për fusha ku kemi nevojë për kohë. Këtë gjë e kanë bërë të gjitha vendet dhe prandaj janë negociatat, se po mos ishin negociata, do ishte thjesht një plotsoni këto detyra dhe bëhuni pjesë e jona. Për sa i përket se çfarë ndodh nesër apo pas nesër, unë nuk them asgjë më shumë se sa përsëri atë që thatë ju. Ne nuk jemi në atë detyrës. Në atë detyrës ne na përfaqëson Komisioni Evropian, që do të thotë qëllimin ton e përfaqëson Komisioni. Çfarë do të thotë që Komisioni përfaqëson qëllimin ton? Pra Komisioni është dakord me ne, jo me disa nga ju. Komisioni është dakord që ne i kemi plotësuar 100% të gjitha detyrat për të marrë dritën jeshile për të hyrë në fazën e re, që është faza e mbylljes së kapitujve. Dhe vendet anëtare janë 27. Bëjmë pyetjet e tyre. Dhe që ta dini edhe një herë, pyetjet dhe shqetësimet e vendeve anëtare në këtë fazë nuk lidhen me piketat e ndërmjetme, po lidhen me piketat përmbyllëse. Pra, vendet anëtare nuk mund ta ndryshojnë atë çfarë është bërë dhe atë çfarë komisioni ka vënë përpara. Por bazuar mbi atë çfarë komisioni vën përpara, vendet anëtare vendosin të ndërhyjnë për piketat përmbyllëse. Pra, për të nënvizuar më shumë një aspekt, për të rritur më shumë presionin mbi një aspekt tjetër, etj, për në fund. Pra, që kur të vi fundi, të kthehen dhe thonë ne kemi dashur që Shqipëria të bëjë më shumë progres në X gjë. E ka bërë? Kjo është ajo që po ndodh në Bruksel në këtë kohë, është tërësisht brenda parashikimeve, nuk ka absolutisht asgjë nga çfarë i është rroganisur koka popullit shqiptar, u bllokua, doli ky e doli ai, gjë që çoi deri në daljen e flamujve të Gjermanisë në krahët e molotovarëve,
por e vërteta është kjo që po ju them dhe që është lehtësisht e verifikueshme, mjafton të lexosh se si funksionon procesi. Pyetja e fundit. Geriola Hate, Top News. Pak kohë më parë, Parlamenti miratoi ligjin për portet turistike dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në shprehur se do monitorojë zbatimin e këtij ligji në përpamje të transparencës në fushën e prokurimeve publike dhe po ashtu shfaqi rezerva për ndërthurjen në të dispozitave të ligjit për investitorët strategjik. Sipas delegacionit, ligji për investitorët strategjik duhet të shfuqizohet si pjesë e hapave të agjendës së reformave dhe të kushteve përmbyllëse të kapitullit 27. Pyetja ime është pse lindi nevoja për ndryshimet ligjore për portet turistike dhe a pritet të shfuqizohet ligji investitorëve strategjik? Faleminderit. E para, ne nuk kemi bërë ndryshime ligjore për portet turistike. Ne kemi bërë një ndryshim të vetëm për të hequr mundësinë e një pasoje absurde. Ndryshimi nuk lidhet me portet turistike në tërësi, nuk lidhet fare me garat, fare, zero, hiç, gjëkundi. Pra nëse ne, shteti shqiptar, duam të japim një koncesion, apo duam një partneritet për të ndërtuar një port turistik, është absolutisht 100% e sigurt që bëhet vetëm me garë. Ndryshimi që kemi bërë lidhet vetëm me rastet kur dikush investon për një resort turistik dhe do të bëjë dhe një marinë. Dhe me ligjin e pandryshuar, për marinën që dikush do të bëjë pranë resortit të tij, duhet garë që të vi një tjetër dhe të filloj një sherr që mos mbaroj kurrë. A kuptoni? Një gjë që nuk e ka asnjë vend i Europës dhe që ne na shkaktoi si pasojë për shkak se nuk kishim bërë diferencën midis rasteve kur ndërtohet një port i ri turistik dhe jepet një koncesion apo bëhet një partneritet dhe rasteve kur vetë investitorët që kanë zotrimin e pronësisë mbi atë territor duan të bëjnë një marinë dhe natyrisht si në gjithë planetin duhet ta bëjnë duke paguar detyrimin për kacë dhe duke ndërtuar vetë. Ky është ndryshimi që kemi bërë ne. Shikoni ju këtu në një çudi të madhe. S'ka asnjë çudi përveç çudisë së harbimit atyre që duan me çdo kusht Shqipërinë të bllokuar. Të atyre që si në asnjë vend tjetër, dhe këtë ma thonë miqtë e huaj, nuk kemi parë të vijë ndonjë forcë e brendshme nga ndonjë vend tjetër që ka negociuar me Bashkimin Evropian apo që është në proces për të hapur negociatat dhe të kërkoj me gjithë farë lloj argumentash dhe me gjithë farë lloj të zezash që të bllokohet vendi nga vjen. Dhe ne nuk jemi një vend që vim nga ndonjë konflikt etnik, as nga ndonjë konflikt fetar, as nga ndonjë konflikt ideologjik, as nga ndonjë luftë civile shoqërzotit, siç janë vende të tjera që kemi në rajon. Por nuk i ka parë kush, as serbët e Malit Zi, apo malazezët në opozit me qeverinë e tyre, që të kuturisen nëpër kryeqytetet e Europës e të kërkojnë që vendi i tyre të vihet në listën e zezë e jo të mbështetet për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Nuk i kam parë kurrë as Maqedonasit e Maqedonisë së Veriut deri dje Maqedonia, paveri, as shqiptarët në opozit që të kuturisen nëpër Europë edhe të kërkojnë që vendi i tyre të
futet në listën e zezë e të mos mbështetet për të shkuar përpara. Nuk i kam parë. Nuk kam parë askënd. Tani këto vende kanë pasur probleme të ngjashme me tonat, patjetër. Kanë pasur. Këto vende kanë pasur situata të vështira siç kemi pasur dhe ne, patjetër që kanë pasur dhe më keq. Por pse nuk e kanë bërë këtë gjë? Sepse ne kemi një lloj specie këtu që është specie unike që nuk e ka pasur asnjë vend i kontinentit ku ne jemi në këtë proces. Kjo është e gjitha. Për sa i përket ligjit të investitorëve strategjik, pyetje me vend, ne faktikisht kemi në proces të gjithë transformimin që do t'i bëjmë ligjit sipas konsultimeve që po bëjmë me Bashkimin Evropian dhe natyrisht që ligji ekzistus është shtyrë vetëm për të mos lënë një vakum midis të vjetrit dhe të riut. Por ligji i investitorëve strategjik ka qenë një ligj i imponuar nga një kohë e caktuar, nuk ka qenë një shpike e jona, e kemi marrë nga vendet e tjera. Fal atij ligji kemi bërë shumë çka që vendet e tjera i kishin bërë më parë dhe që na i tregonin me gisht, na thoshin shikoni Malezi, shikoni Maqedoninë, shikoni këtë, shikoni atë, pse si bëni kështu, pse si bëni ashtu. Sot kemi bërë edhe më shumë se ata dhe tani natyrisht që jemi në kohë kur ligjin, siç e kemi thënë dhe më parë, do ta shfuqizojmë duke e zëvendësuar me një tjetër ligj që po konsultohet gjithësisht edhe që është në hapat e fundit. Kjo është përgjigjja, shumë faleminderit.